që janë në botë, por edhe në krizën evidente që është në Ballkanin Perëndimor. Ka pasur disa tentime nga vetëndosja, nga kreu Isa Albin Kurti, që të gjej partner të mundshëm për të bashkëqeverisur. Pikërisht LDK-s i ka dërguar disa ftesa për takime, të fundit ishte për një bashkëpunim të mundshëm për ta formuar qeverinë e re, por u refuzua në mënyrë kategorike nga Lumir Abdexhiku. E keqja këtyre liderëve politikë është që nuk kanë kurajë të ulen bisedojnë publikisht. Edhe zoti Abdexhiku. Po tesha në vendin e zotit Abdexhiku do të shkoja dhe do të takohesha me Kurtin. Mos të harrojmë. U bën gabim që s'po takohet. Do të isha ullur, do të diskutoja me të dhe nuk do t'ja thoja përmes medjave dhe letrave, po do t'ja thoja në fytyrë gjitha ato që kam për t'ja thënë, si përfaqësuesi një partie historike me logjikë institucionale dhe me veprat shtetëndërtimit. Shifni. Por a e konsideroni serioze atë letër që ja dërgoi tani letra e Kurtit ka, do të thotë, thikat e caktuara në disa drejtime, dhe nuk ka qenë sinqert sa duhet, dhe Kurti duhet ta kuptoj. Ai nuk i ka më 51% votave, i ka 43%, dhe rregullimi politik i sistemit politik dhe shtetëror të Kosovës është ky, kur nuk i ke numrat, duhet bësh kompromis. Dhe unë nuk e kuptoj nga njëherë pse këta njerëz shkojnë deri në fund me kryenësi dhe dëmtohet seriozisht interesi nacional dhe etapat e shtetëndërtimit të Kosovës. Mos të harrojmë. Kush më shumë e kush më pak, kryenësi?